Po jam jashtë në Suedi. Pa momentalisht jam atje në penzione, këtu në penzione. Pa i kom diploma pe ish okupatorit. Luft nuk kom qenë, po vitet 90-a jam plagos të Urazallit, që tu jam plagos rond. Faleminderit Zotit që na ka jap këtë mundësi me kon kështu të fort hala. Jetën e lumtur e bën të unë kur e shoh sot rinin ton që kena derë gjak për ta, edhe jena shumë të lumtur që i kena sot rinin më të mirë në botë që e kemë ka Kosova. Mos me mendu për jashtë nuk ka kur gjë, 34 vjet jam jashtë. Letje, qysh të kem? Mirë më thonë, ju s'jeni? Mirë, faleminderit. Si po kaloni? Mirë. Për çka jeni të interesuar? Nga kena arë në pej, njëzë që në pej mas pari ku të vina këtu, ajri poshtë edhe ndihem rahat mirë. Pej mo e lule Dugaxhinit, fuz bistricës anës drinit. Hajde. Ku lëmë si peja, çfarë këngëtarë faratisa? Të lutem, po tjetër, jem orator të gjithë shkafit. Çka e bën por si pejoni? Pejon, ajri poq, bjesht tonët të rrugovës, bjesht të belegut, edhe s'di çka të thëmë, të gjithat. Njerëz mas klasë ma të rritur në pej ekzistojmë do, ma zhvillëm. Po, ma nuk ka ma të mirë, zhvillimi është numër 1, të gjithat jonë në kulminacion. Shoj me tatua një zotëri tamanive qëtë. Po, shumë. Une qëtu, në midis pe, qëtu bashkë midis qyteti. Në jashtë pa hiri na heq? Ha? Jashtë. Po jam jashtë në Suedi. Suedi në Göteborg, në atje, tash jam këtu, që kështu. E lëshove Suedina? Pa momentalisht jam atje në penzione, këtu në penzione. Po. Pa i kom diploma pe ish okupatorit. Po. Luft nuk kom qenë, po vitet 90-a jam plagos të Urazallit, që tu jam plagos rond. Rasti, viteve të 90-a, demonstratat e viteve të 90-a, mu i parë, dita 27, jam plagos rond, me shokët e mi. A me do që ka përfundu jeta për ty? Jo, jeta s'përfundon kur, jeta është e gjatë. Do më thonë, do të më lutë Zotit, për atë arsye, faleminderit Zotit që na ka jap këtë mundësi me kon kështu të fort hala. Hala me kom për luft. Po luft, ala qoftë, a i gashën pra me shkollë? Gjithë jetën. Jo une, po këtë familja jeme e ashtu. Faleminderit. Çka e bën jetën e lumtur? Jetën e lumtur e bën të une kur e shoh sot rinin ton që kena derë gjak për ta, edhe jena shumë të lumtur që i kena sot rinin më të mirë në botë që e kemë ka Kosova. Qaq. Ju falë fëmi keni? Unë nuk kam fëmi. Momentalisht jam koni martun, po fëmi nuk kam. A, e koni martun? Po. Ja është dhuratë. Dhurata e Zotit është mia. Po, shpresoj që bashkëshortën e ke dhuratë, ajo është. Po, në Suedi është ajo. E keni shqiptare? Jo, bosnjake. Bosnjake. Dashnia s'pyt. Dashnia nuk është për i ditë, dashnia për jetë. Sa ke marrë kritika, më se ke pas, dhe më thënë, shqiptare bashkëshortën? Nuk kem na kritika. Kritikat si doroj unë kush mi fol. Unë foli për jetën teme, nuk fol populli. Çfarë njeri modest, po më pëlqen. Kështu në përgjithësi, pse shqiptarët, domethënë kur përkatësi tjetër, kur e marrin dikon një grua ose një dikon. Mirë na me fjalë tuja, mirë na veç me jetën temën. Ajo është jeta eme, ajo është prova, domethënë si mi plaku tem. Domethënë i falenderona babës në qytet Belegut që ka hek e na ka rrit me ndirës. Edhe jem një familje Belegu, një familje shumë e madhe. Shumë e madhe. Janë me zomë duke në pej. Shumë. Të punës, nderit, e të ftyrës, e të besës. Bashkëshortën Suedi këtu tash. Shumë bukur. Shoqënia, gjitha aspektet. Peja legjendare, të lutem, këtu hes pasuli koker. Kështu. Unë po du një mesazh në fund për gjithë ndjekësit e historisë tjetës. Këshill, një mesazh. Këshilli jam është rinia mu vedisu edhe me hecë rrugës të mbarë, mos me mendu për jashtë. Jashti nuk ka kur gjë, 34 vjet jam jashti nuk ka pare. Këtu është jeta. Shikjoni jetën këtu. Leni jashtin mos mendoni, po qoni bëthën e punoni. Qaq. Knatësi shumë, respekt, më lejon përshëndes. Faleminderit shumë, respekt, kalosh mirë.